Prajmi i fundit e shtëpisë më të famshme në Shqipëri ka rikthyer në qendër të vëmendjes marrëdhënien e shumë përfolur mes banorëve Miri dhe Selina, duke shkaktuar reagime të shumta si brenda shtëpisë, ashtu edhe në rrjetet sociale. Gjatë spektaklit, moderatori i drejtoi një pyetje të drejtë për drejtë, lidhur me ndjenjat e tij ndaj Selinës. Banori e mohoi kategorikisht që mes tyre të ekzistojë diçka më shumë se miqësi, duke theksuar se nuk ka asnjë lidhje romantike. Megjithatë, një klip i transmetuar nga dhoma e rrëfimit ndryshoi rrjedhën e diskutimit. Në pamjet e shfaqura, Miri duke i emocionuar dhe me lot në sy, ndërsa shprehej, duan të na ndajnë, e dua, se njeri është supervise. Pas gjithë bujës së krijuar, reagoi dhe bashkëshortja e Mirit. Ajo publikoi në Instagram një postim të rishpërndar nga miku dhe kolegu i tij në grupin YesI Family, Landi Hysi. Në mesazhin e shpërndar hidhen poshtë aludimet për një romancë mes Mirit dhe Selinës, duke cilësuar se një histori e egzageruar që po përsëritet vazhdimisht. Njerëzit mund të pranojnë dhe marrëzit më skandaloze nëse përsëriten shpesh. E tillë është dhe historia e ndjenjave ndaj Selin, një marrëzi që po përsëritet shpesh. Miri dhe vetëm Miri, kishte shkruar Landi në profilin e tij në Instagram, ndërsa bashkëshortja e Mirit e ka ripostuar atë, si për të thënë që edhe ajo është dakord me deklaratën e tij.